Jo, do të mbetemi te kjo që thatë, sepse Elkier, duke folur për dhunën, duke folur për dhunën në protest, po harrojmë se për çfarë ishte mbledhur protesta dje? Po harrojmë problemin e vërtet dhe janë disa element që do doja ta nisja në fakt me hipokrizinë e kryeministit Edi Rama. Edi Rama është akuzuar nga ish varësi i tij Arben Ahmeta si arkitekt i kanabizimit të vendit. Dhe kanabizimi i vendit është gropa ku për fat keq ka rënë policia e shtetit dhe veçanërisht kupola e policisë së shtetit. Ne nuk kemi policë vrarë në protesta, po ne kemi policë të vrarë pasi shoqëronin personazhe të botës krimit dhe në institucione kyçe sigurie, sikurse është aeroporti. Kemi pasur para pak ditësh në Lezhë një shkëmbim zjarri, kemi pasur drejtues policie si shofer të parë të personazheve shumë të rrezikshëm të botës krimit që janë kapur nga partnerët. Kemi efektiv policie që kanë arrestuar në protestën 24 janarit një të mitur 13 vjeçar. Nuk ka reaguar Ministria me të njëjtin intensitet për këto probleme të njerëzve të policisë? Ne jemi gazetarë dhe detyra jonë është që t'ia themi qytetarëve se për të shkuar për te propagandës. Unë gjatë kohës që po gjoja kryeministrin Rama dhe atë ministren Kociu, që Rama pretendon ta ketë emëruar vetëm për çështjen e adresave, mund vini ndërmend pamjet e 21 janarit. Kur ka protestë dhunshme, gazetarët janë të parë që e dinë. Pse? Duke qenë se ne njohim mirë hartën e Shqipërisë, duke qenë se ne njohim mirë zonat problematike dhe kontingjentin që vjen nga këto zona, masën që vjen, personazhet që vijnë nga këto zona, të deleguarit politik që shkojnë atje për të rekrutuar protestues, ne që aty që një ditë para apo 2 ditë para e kuptojmë se si do jetë intensiteti i protestës. Kjo ishte ndër protestat më të qeta që kanë ndodhur në Shqipëri. Kemi parë protesta shumë herë më dhunshme, madje ishte edhe protestë më e qetë se ajo e 24 janarit, nëse nuk do kishte ndodhur incidenti, po themi, me Bledion Albatin. Por për te kësaj, ne kemi një qeveri që ka kriminalizuar një nga hallkat më të rëndësishme të instancave ligjzbatuese që është policia e shtetit. Është e pamundur që ne të shfletojmë një dosje të SPAK që mos gjejmë një zyrtar të lartë policor të inkriminuar në këtë dosje. Pra çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur degradimi i një instancave që ka qenë një nga instancat më të shëndosha. Nëse ne gjithmonë kemi pas probleme nga vitet 90 me gjykatën dhe me prokurorin, ka qenë e kundërta me policinë e shtetit. Është një strukturë që i ka dhënë vendit dëshmor, një numër shumë të madh dëshmorësh në përballje me krimin organizuar. Dhe jo më larg se sot në Elbasan është zhvilluar një operacion ku ka mbetur i plagosur një efektiv policie gjatë ndjekjes së një grupi që po transportonte lënë narkotike. Për të ardhur këtu. Një nga arsyet e tjera sepse këto i mshuan çështjes së të miturve lidhet me gabimin e policisë në protestën 24 janarit, kur një 13 vjeçar që nuk kishte asnjë lloj lidhje, pa asnjë lloj verifikimi u çuan komisariat madje dhe u dhunua. Dhe kjo tregon një mungesë profesionalizmi të theksuar, pasi po flasim në një zonë që është edhe monitoruar me kamera për te policëve civile dhe për te strukturave. Është po kjo polici që nuk pikasi një call center që operonte mbi ambasadën e Izraelit dhe përballë katedrales ortodokse në Tiranë për treguar profesionalizmin. Këto janë arsyet e hipokrizisë pa kufi të kryeministit Rama, por edhe ministres tij që besoj është detyruar ta lexojë deklaratën, nuk e besoj që zonja Kociu e ka formuar vetë deklaratë.